Aktori shqiptar Elvis Pupa ka reaguar për herë të parë pas lajmeve për kultivim të palishëm kanabisi në një shtëpi bari në Australi. Në një postim publik në rrjetet sociale, Pupa i ka cilësuar lajmet si dashakeqe, duke mohuar kategorikisht se është në kërkim apo i arratisur, por pa mohuar lajmin e kultivimit të kanabisit në një shtëpi bari në Australi. Ai e quan fillimisht lajmin e mediave të huaja manipulim dhe më pas keq interpretim të qëllimshëm për të bërë lajm aty ku s'ka asgjë të jashtëzakonshme. Jam prej më shumë se një muaji në Tiranë, ku po zhvilloj angazhimet e mia profesionale të planifikuara në Shqipëri dhe në Europë, shkruan ai dhe akuzon mediat për manipulim informacioni dhe krijim të qëllimshëm sensacionesh. Në lidhje me bashkëshorten e tij, terapisten dhe influencuesen Belina Pupa, aktori thekson se ajo është e lirë dhe vazhdon aktivitetin e saj profesional. Ai shton se procesi gjyqësor në Australi është ende në zhvillim dhe drejtësia do të vendosë përfundimisht mbi akuzat. Belina Pupa, e njohur në rrjetet sociale me mbi 80.000 ndjekës, po përballet me akuza për kultivim të palishëm të 43 bimëve kanabisi dhe ndërhyrje të jashtëligjshme në rrjetin elektrik në një pronë në Ascot Park gjatë periudhës janar-prill 2025.